Mbrëmjen e shtunës në 2 orare 18 dhe 20 është shfaqur në ditën e parë në kinema Vlora filmi Policë për jetë. Një realizim ky me regji të Aldo Markut dhe në kastin e aktorëve kryesor, Nik Xhelilaj, Olsi Bylyku dhe Luana Vjollca. Publiku ka qenë i shumtë në numër, të cilët kanë ndjekur nga afër premierën e parë të këtij filmi. Angela Kaplani, drejtuese e Qendrës Kulturore Vlorë, shprehur se qendra që drejton është bërë pjesë aktiviteteve në kuadër të çeljes sezonit të herë me shfaqjen e një filmi. Kaplani sqaron se hyrja do të jetë falas mundsuar nga Bashkia Vlorë në kuadër të aktiviteteve për çeljen e sezonit turistik, teksa ka një ftesë dhe për publikun të jenë pjesë masivisht në premierat e radhës. Në kuadër të sezonit turistik, një ndër aktivitetet kryesore të këtij kalendari ishte edhe kinema Vlora, që është premiera më e fundit e filmit Policë për jetë. Një film që për herë të parë vjet në qytetin e Vlorës me rastin e çeljes së sezonit turistik. Ky film do të jetë në kineman e qytetit për 3 ditë rresht, datë 9, 10 dhe 11 në 2 orare, ora 18 dhe ora 20 në mbrëmje. Hyrja është e lirë, kështu që ju presim gjithëve në kinema. Regjizori Aldo Marku dhe aktori kryesor Nik Xhelilaj të mbritur në Vlorë për premierën e filmit Policë për jetë, flasin për premierën. Ata shprehen tepër të emocionuar që janë në Vlorë, në veçanti Xhelilaj, që është në vendin e tij të origjinës. Të dy zbulojnë më tepër e filmit, teksa thonë se pritshmëritë për pjesëmarrjen e lartë të publikut në ditët që do të shfaqet filmi janë të larta. Në Vlorë, në vendin e origjinës, mirë, shumë mirë, gjithmonë në Vlorë. Premierën e filmit tuaj. Po, Policë për jetë. Çfarë ka, cilët qëllime apo mesazhe që transmeton ky film dhe ajo që tërheq më shumë se titulli? Ja ku është personi adapt, do të thotë. Stop korrupsionit. Shiko, filmi ka disa shtresa të ndërthura, një ndër to për shembull është denoncimi që i bëhet një korrupsioni në nivele sociale dhe politike. Filmi nga ana tjetër është ndërthurja e miqësisë që vazhdon te linja e këtij filmi, që është akoma më e thellë midis dy personazheve të filmit, pra Maxi dhe Gino. Edhe një lloj krize ekzistenciale deri diku e personazhit të Ginos, i cili nuk din ku është më në këtë realitet që na përket gjithëve tashmë, pra a kemi bërë zgjedhjen e duhur një jetë, a ja vlen të rrihet më këtu, kështu që janë edhe këto. Kemi edhe sigurisht pjesëmarrjen e personazhit femër që është të lutur nga Luana Vjollca. Ai ka dhënë filmit një dinamik tjetër. Personazhi i saj është edhe me aftësitë arteve marciale. Kemi përmbase për herë të parë në kineman shqiptare me stil edhe komedi edhe aksion, po edhe si thua dy luftime. Kështu që ka marrë një lloj përgjegjësie filmi për treguar edhe nivel tjetër, le të themi. Çfarë simboli ka titulli? Policë për jetë, simboli. Shiko, unë personalisht nga forma si jam formuar në shkollë, për shembull, për kuriozitet, ne gjithmonë kemi qenë kundër këtyre. Kush është mesazhi, kush është që të dali. Ajo është interpretuar nga vetë publiku, nuk publiku e merr. Po imponuam në simboli i tillë është që këta nuk kanë, s'duan edhe kur nuk duan nuk ndahen dot si bashkëpunim. Qoftë edhe për ata që kanë parë dhe njëshin, Policë për kokë të dy personazh kryesor. Po pjesëmarrja e Luanës jep filmit një lezet tjetër, si themi ne këtu nga Vlora. Ka më lezet. Çfarë ju bëri bashkë? Mostaqe. Mostaqe dhe maqesianë ikën. Jo, ne të bëjmë bashkëpunime para kur ke merr kënaqësi. Kimia, energjia e mirë, skenari i mirë. Ke parë tham se s'bën do të vazhdojë e dyta. Kështu që ne po mendojmë për treshin. Ndaj e ftojmë publikun e Vlorës, ata që s'vinë dot sot, vinë nesër dhe pas nesër, jemi 3 ditë këtu. Hapja është në kuadrin e hapjes sezonit, kështu që biletat janë falas. Merrni një shok, merrni një kushuri, një hall, një tezë, një gjaj dhe hajdeni në kinema. Policë për jetë do të shfaqet në datat 9, 10 dhe 11 maj në kinema Vlora në ambientet e Pallatit të Kulturës Labria në 2 orare 18 dhe 20, ndërsa hyrja në të 3 ditët do të jetë totalisht falas.